Komisioni Regulator Energjetikës ka vendosur që pas mesnatet të rriten çmimet e naftës dhe benzinës në Maqedoni. Kjo është hera e dytë brenda 8 ditësh që rriten çmimet. Pas mesnatet, çmimet e benzinës dhe vajit ekstra të lehtë do të rriten për 7 denar, ndërsa çmimi i naftës për 6.5 denar. Çmimet e karburanteve sipas vendimit të sotëm të Komisionit Regulator do të jenë: benzina me 95 oktan 86.5 denar për litër nga 79.5 denar sa ishte më herët, benzina 98 oktan 88.5 denar për litër nga 81.5 denar për litër sa ishte më herët, nafta 92 denar për litër nga 85.5 denar për litër sa ishte më herët, dhe vaj ekstra i lehtë 99.5 denar për litër nga 82.5 denar për litër sa ishte më herët. Ndërkaq këto rritje vijnë pas zotimeve të udhëheqësve të shtetit se do të marrin masa që të mos rritet çmimi i naftës, madje vet kryeministri Hristian Mickovski ditë më parë paralajmëroi edhe heqjet e akcizës me qëllim të mos ngritjes së çmimit të naftës. Megjithatë, brenda 8 ditësh dizeli është rrituar për 21 denar për litër, ndërsa benzina për 19 denar për litër. Autoritetet thonë se Maqedonia e Veriut ka rezerva të mjaftueshme të derivateve të naftës. Pjesa më e madhe e rezervave shtetërore të naftës ruhet në depote 4 kompanive më të mëdha në vend, si Okta, Makpetrol, Lukoil dhe Supertrade. Një pjesë më e vogël ruhet në rezervuar që janë në pronësi shtetërore. Pjesa tjetër që ruhet në 4 kompani të paguhen për këtë shërbim ndaj shtetit. Sipas informacioneve, ka mbi 138.9 milion litra eurodizel dhe 32.1 milion litra benzin si rezerva shtetërore. Megjithatë, kompanitë kanë detyrim që në çdo moment të vënë derivatet në dispozicion të shtetit nëse qeveria vendos të ndërhyjë në treg. Nga Agjencia për Rezervat e Detyrueshme të Naftës thonë se kontrollohet deri në litër se sa derivate ka, pra se ato janë në çdo moment në dispozicion të shtetit. Ndryshe, direktiva europiane parashikon që shtetet të kenë rezerva nafte që mund të mbulojnë konsumin mesatar ose importin neto për 90 ditë, ndërsa Maqedonia e Veriut ka rezerva vetëm për 60 ditë.